Policia e Lezhës në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale dhe strukturat e tjera të policisë së shtetit ka vijuar me fazën rrallës të operacionit koduar vakumi për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve. Si rezultat i hetimeve proaktive dhe kontrolleve zhvilluar në fshatrat Rabosh dhe Gocaj, u zbuluan 2 sera në të cilat ishin kultivuar gjithsej 1640 fidan dhe bimë narkotike të llojit cannabis sativa të mbjella në tokë dhe vazo. Një pjesë e tyre u sekuestrua si provë materiale, ndërsa pjesa tjetër u zgjesua me anë të djegjes. Në vijim të këtij operacioni u arrestuan në flagrans 3 shtetas, GG 46 vjeç banues në Rabosht, AQ 33 vjeç banues në Balltre dhe PN 31 vjeç banues në Ungrej, ndërsa u shpallën në kërkim 2 shtetas të tjerë, përkatësisht 31 dhe 40 vjeç banues në Ungrej dhe Rabosht. Nga hetimet e drejtanishme rezulton se të arrestuarit dhe të kërkuarit bashkëpunonin me 2 shtetas të tjerë të kapur një ditë më parë, duke transportuar rreth 34 kg kanabis në kuadër të një aktiviteti kriminal për kultivimin, prodhimin dhe shitjen e narkotikëve. Gjatë operacionit u sekuestruan gjithashtu 7 automjete dhe 7 celular që pritet të ndihmojnë në zbardhjen më teshme të kësaj veprimtarie kriminale. Hetimet janë në vijim në drejtimin e prokurorisë së Lezhës me qëllim dokumentimin e plotë të aktivitetit dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë.